Vendimi i Limit dhe Dolces për të marrë një hap prapa në marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova ka surprizuar publikun gjatë spektaklit prime të së premtes. Çifti ka deklaruar se ky vendim erdhi si pasojë e presionit të vazhdueshëm nga Alba, ishte dashura e Limit në një format tjetër televiziv, e cila ka treguar xhelozi ndaj afrimit të tyre. Tensioni mes banorëve është rritur dukshëm, duke sjellë akuza dhe përplasje të shumta gjatë ditëve të fundit dhe duke ndikuar drejt për drejt në dinamikën e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Vendimi i çiftit është komentuar gjerësisht jo vetëm nga banorët, por edhe nga publiku jashtë shtëpisë, i cili ka ndjekur me interes çdo lëvizje të Limit dhe Dolces. Të shumt ishin ata që shprehën kuriozitet për pasojat që ky hap mund të ketë në lojën e përditshme dhe në strategjitë që ndjekin banorët e tjerë. Në këtë kontekst ka reaguar edhe ish banori Edit, i cili gjatë qëndrimit të tij në BBVK kishte pasur një lidhje me Dolcen. Ai publikoi në Instastory një video selfie nga vetura, shoqëruar me mbishkrimin Little Beach, bushtra e vogël, frazë që u interpretua si një thumbi drejt për drejt ndaj Dolces. Ky reagim ka shkaktuar debat të gjerë në rrjetet sociale, duke nxitur kritika për përdorimin e një termi ofendues dhe të panevojshëm. Një pjesë e ndjekësve e kanë konsideruar këtë sjellje të papërshtatshme, pavarësisht situatës brenda shtëpisë dhe tensionit mes banorëve.